kur fillon bebi të kuptojë dhe të flasë. Të kuptuarit dhe të folurit janë procese që zhvillohen gradualisht tek çdo fëmijë. Që në muajt e parë të jetës, bebet nisin të përthithin gjuhën përreth tyre, duke u bërë dëgjues të vëmendshëm të fjalëve, toneve dhe emocioneve që i shoqërojnë. Rreth muajit të dytë apo të tretë, bebet fillojnë të nxjerrin tingujt të parë, të njohur si guguritje. Ato janë forma e parë e komunikimit, që shprehin rahati dhe dëshirë për ndërveprim. Nga muaji i katërt deri në të gjashtin, tingujt bëhen më të qëllimshëm. Bebet fillojnë të përsërisin rroke si ba, da apo ma, pa kuptim të saktë, por me një dëshirë të fortë për të imituar atë që dëgjojnë. Në muajin e 9 deri në të 12-tin, shumë foshnje fillojnë të kuptojnë fjalë të thjeshta, si jo, tung apo mama. Edhe pse nuk flasin ende rrjedhshëm, ato reagojnë ndaj emrit të tyre dhe komenteve të përditshme. Disa fëmijë mund të thonë fjalët e para kuptimplota në këtë periudhë, ndërsa të tjerë pak më vonë, dhe kjo është krejtësisht normale. Nga mosha 12 deri në 18 muaj, fjalori fillon të zgjerohet ngadalë. Fillimisht me emra të njohur si ujë, top, mami, babi, pastaj me fjalë të thjeshta të përditshme. Në të njëjtën kohë, fëmia kupton shumë më tepër fjalë se sa është në gjendje të thotë. Pas moshës 2 vjeç, zhvillimi i gjuhës merr hovë. Fëmia fillon të formojë fjali të shkurtra, të bëjë pyetje dhe të tregojë përvojat e veta në mënyrë gjithnjëherë më të qartë. Komunikimi nuk është më vetëm nevojë, bëhet mënyrë për të eksploruar botën. Çdo fëmijë ka ritmin e vet në të folur. Është e rëndësishme që prindrit të flasin shpesh me beben, ta shikojnë në sy, t'i lexojnë libra dhe t'i përgjigjen përpjekjeve të tij për të komunikuar. Kjo ndërveprim ndihmon jo vetëm në të folur, por edhe në lidhjen emocionale mes prindrit dhe fëmijës. Të kuptuarit dhe të folurit janë më shumë se fjalë, janë fillimi i marrëdhënieve dhe i të mësuarit për gjithë jetën.